Edhe këtë vit që prodhimi i frutit të qershisë ka qenë më shumicë në zonën e Dibrës, ka mbetur pa shitur. Fermerët theksojnë se dy janë problemet me të cilat u përballen këtë vit: mungesa e fuqisë punëtore dhe tregu i shitjes me shumicë. Neritan Faruku ka mbi 3 hektar pemë qershie që përbën burimin e vetëm të ardhurave familjare. Pa i thot se e ka patur shumë të vështirë të siguroj punëtor për të bërë vjeljen. Po thuj se na kanë ngel mbi 30-40 kuintal qershi pa vel për fuqi punëtore, se nuk ka punëtor. Edhe ato që i gjejmë, po i mbajmë me shumë kimet, se kemi frikë se na hikin edhe ato. Një tjetër fermer thot se mungesa e fuqisë punëtore po sjell shkatrimin e bujqësisë. Si lule kanë ngel pemë, kanë fillu të thahën, 35 e kanë paguon. Ka që kanë paguar 30, ndoshta kanë marrë edhe me 40. Është problem, si në gjithë Shqipërinë edhe për ne është problem. Vonesat e shkaktuara kanë bërë që qershia e mbetur në pemë të dëmtohet. Po kjo është një dëm tjetër, se i krijon smundje pemës për vitin e ardhshëm. Mundet i rahem që të marrë punëtorin edhe ta vjeli prodhimin ta hedhë në tokë, për arsye që mos kem smundje për vitin e ardhshëm. Shumë fermerë të kultivimit të qershisë në Dibër kanë humbur prodhimet e tyre nga mungesa e fuqisë punëtore.